Të kujdesemi për trupin edhe të bëjmë pilates, por pilates është më personale sepse që ti ta marrësh atë disiplinën të plotë dhe benefitet të dy bashkë, domethënë. A mundet që me Je zgjatur, jemi më poshtë dhe dal nga dal, fillon deri në krahët e lirshëm dhe të bëj punën e vet forca rëndesës. Edhe një herë marrim në tapet. Kalojmë në një ushtrim tjetër. Përpiquni që të ruani ekuilibrin dhe të angazhoni korin në mënyrë që gjatë lëvizjes duke marrë frymë dhe të fillojmë të zgjasim dorën e majt përpara dhe në momentin që ajo është zgjatur totalisht, filloni ta çoni lart. Jo më sipër se sa. Ligeni juaj duhet të vazhdojë të jetë paralel me dyshemen dhe nuk na suportuar dhe vazhdon i gjithë trungu, i gjithë trupi. Ky është një nga pozicionet e pilatesi, 4 poshtit. Mund të kalojmë standing me vitet në dysheme. E di që rejtojmë gjithmonë, është shumë e rëndësishme që të sigurisht që mund të përsëritet. Vendosini duart poshtë gjunjve, marrim frymë të radhës, që në fakt është pozicioni nisë duhet të rëshkas pash pak me këmbët dhe ju të shtëpia mund të bëni mundësi që këmbët na rëshqasin. Është shumë e rëndësishme që thembrat tuaja të jenë totalisht në kontakt me tokën. Edhe pse thembrat kanë majat më brenda ose thembrat më brenda, kontrolloni të keni sakt në mënyrë që të fillojë dhe të korrigjohet ajo specifika e organizmit tuaj. Le ta fillojmë, marrim frymë. do të bësh herës që vjen. Ku flasim për një trajtim i cili vjen trupin të lirë, sikur fundosemi thellë në tokë. Sjell dhe një mendje të qetë. Relax. Trup me qetësi. Çfarë aktiviteti fizik do të zhvillojmë sot? Pilates, por pa krijuar muskujin e mas. E vërtet. Mbush sërish mushkërit. Dhe duke nxjerr frymarrjen, vijoj çoj lart marr frymë. I ul poshtë dhe nxit drejt, ato anash dhe sërish të zgjas dhe i sjell prap në qendër. Vazhdoj i hap dhe mund të vazhdoj me lëvizjen e pjesës së supeve, i zgjas sërish duart dhe vazhdoj dhe vim prap lart vertebrë pas vertebre. Mund ta përsërisim njëjta gjë edhe këtë përpara. Koka qafa e zgjatur dhe nxjerr. Marë frymë, zgjatem dhe duke njët, supa do t'i kemi poshtë, mos kemi këtu, t'kemi tapetin, barku njësh me tapetin, për 1-2 sekonda dhe dëm. Tani fillon dhe vështirësohet pak. Fillojmë dhe të qohemi lartë, dhe fillojmë duke nxjerr, këmbët lartë, e ull, kjo mund t'jetë me frymarrjen kur e nxjerr, kur e çoj këmbën, dhe ull kur e të një zgjatoni, dhe duke nxjerr ulem prap poshtë. Njëta gjë në krahun tjetër. Këto ishin disa nga pjesës pas të shpinës. I ul prap poshtë duke nxjerr frymarrjen, vijoj i çoj lart marr frymë. Edicionit informativ. Rikthehemi pas pak. Do shta ajo thirrje që do doni të bëni të gjithëve, duke marrë për realizimi disa prej ushtrimeve që Atëherë, unë do të poshtë muskujve nga këmbët, sipër, nga dalë, këmba tjetër e përgjithshme. Do demonstrojmë shtrimin në tokë. Mundohemi që të dhe me sa duket vendosim elastikun në këtë pozicion. informativ.